të cilët duhet të ngrihen fuqishëm në këtë betejë. Zoti Berisha, a do t'i bashkoni votat me mazhorancën për ndryshimet ligjore që të propozuara, që në disa raste kanë si qëllim edhe ato janë ndryshime antikushtetuese dhe ne nuk bashkojmë kur asnjë vot me Edi Ramën. Kjo është tjetë shumë e prerë, por unë me që jam në këtë temë denoncoj si akt jashtëzakonisht të rrezikshëm vendimin e partizanit Sadushi. Nuk i them partizan për luftën, po i them partizanit në kuptimin e Edi Ramës, partizanit Edi Ramës Sadushi, i cili me vendimin që ka bërë e ka shtruar Shqipërinë në vendin më të rrezikshëm. Është vendi më i rrezikshëm, por shumë herë më i rrezikshëm, mbasi ju krijon mundësi të gjithë kriminalëve të ratisen dhe nuk do ketë më kriminal në bangon e akuzës. Me vendimin e tij, ai nxori jashtë, krijoi një mburoj për krerë të organizatave kriminale, zyrtar apo jo zyrtar qofshin ata. Dhe kjo përbën një rrezik madhor për rajonin. Edhe në kushte sotme, gjatë 5 viteve të shkuara, 252 mandate të bosëve të krimit nuk u ekzekutuan, po mbetën të lirë në Shqipëri dhe në vendet tjera. Kurse tani, nëse mandatet ekzekutoheshin vetëm 15% e tyre, tani 0%. Të gjitha mandatet e arrestit do përfundojnë në rati dhe në kërkim me këtë vendim që ka bërë Sadushi për të mbrojtur gjoja parimet. Parimet është Edi Rama, ai që kalonte nga një studio në studio tjetër dhe kërkonte arrestimin. Edhe ta përgëzoj Ambrosian që ja plasin fytyrë mirë gënjeshtarit, kërkonte arrestimin për pagesat e dritave dhe të ujit, se thoshte jo, thoshte kam kërkuar për ata që vjedhin, jo për ata. Gënjeshtar. Ka burgos njerëz për një faturë $35 dhe kanë vdek në burgje. Pra, pasi mbushi, pasi arrestoi në një vit mbi 30.000 qytetar dhe dilte me krenari nga një studion tjetër, hekura dhe burg, tani i akuzon se i mbushët burgjet. Sigurisht që kanë përgjegjësi, nuk i nxjerr nga përgjegjësia, por nxitjen e arrestimeve e bëri Edi Rama. Ju kujtohet ju Taulanti me 5 mbiemra, dilte thoshte, arrestuam 300 trafikant këtë javë. Statistik, asnjë trafikant, thjesht përdorues ose hiç, njerëz pa asnjë lidhje me drogën. Kështu që kjo situatë është krijuar nga politika. Natyrisht mund të ketë abuzime dhe nuk jam, por problemi është se këto abuzime duhet të shqyrtojnë institucionet inekzistente të drejtësisë. Faleminderit. Kemi ndjekur kështu